Të gjithë. Do të flasim sot për lindjet në Kosovë. Këto politikat për shtesa dhe të tjera, a kanë ndikuar që të kemi më shumë rritje apo jo? Do të flasim në studio me antropologun Tahir Latifi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se zgjeta, faleminderit për ftesën. Agjencia Statistikave javën e kaluar ka publikuar një raport në të cilin flet për lindshmëri në vendin tonë, por pavarësisht kësaj nuk është që kemi lindje më shumë, po e marr këtu shembull vetëm sa ta hapi muajin prill të këtij viti dhe prillin e vitit të kaluar. Derisa të hapet, po vazhdojmë. Si e shihni ju që këto shtesa, fillimisht, mendoni që do të ndikojnë të kemi më shumë lindje, rritje të natalitetit, apo jo? Fillimisht, unë nuk i kam shikuar kështu të muajve, po shoh më shumë statistikat vjetore për shkak se mund të ketë dallim ndonjë muaj, mund të ketë lindje më shumë, muajin tjetër më pak. Çdo qoftë nëse sheh statistikat vjetore për vite, nuk shihet që ka ndonjë efekt ta zonë shtesat për fëmijë, jo pse janë të pakta, pra jo pse është vlera vogël ndoshta, mirë po nuk është e mjaftueshme që të ketë vetë shtesa për fëmijë nëse shtesat, politikat për amësinë, pra në këtë rast edhe pagesa e lehonave edhe që spunojnë, nëse janë të lidhur me karrierën e punës, domethënë nuk e kanë efektin e duhur për faktin se nëse ti pagun lehonat edhe që spunon, ti me i farmënyrë po nëzit këtë sensin e pabarazis, pra në punë, për shkak se grava për thuni, s'keni nevoj punoni rrinë në shpe dhe nëse rrinë në shpe vish mjafton me lindë, sepse ne do t'ju pagujmë dhe aty. Këto politika nuk besoj ju veç tash, po edhe në të ardhmen nuk do të sjellin kështu ndryshime demografike në kontekstin e lindshmërisë. Kosova tash faktikisht është në trend normal me vende tjera që kanë, për shkak se Kosova ma vonë ka fillu me pas ramje të shkollës natalitetit, vendet tjera kanë fillu ma herët. Kështu që nuk besoj që as veç shtesat apo dhe tot lehonave që spunojnë nuk sjellin ndonjë ndryshim, mund të ketë fazat caktume, mirë po ato nuk kanë, por për politika fat gjatë nuk janë për shkak se nuk sjellin. Ne ende kemi, ju po thoni që mungon fuqizimi i gruas, pra që një grua mund të lindë dhe pastaj të paguhet, por të i sigurohet edhe një vend pune. Ne ende kemi gratë të cilat e humbasin vendin e punës në momentin që kuptohet që është shtatzën. Pra, mendoni që shteti duhet të fokusohet pak edhe tek ky mekanizëm që të forcoj gratë në punë, duke ju respektuar pushimi i leonis si që është me ligj? Faktikisht, përveç që ligji ka probleme, si ligj që do duhet më avancu, edhe ky ekzistus që është, nuk është favorizues për gratë që punojnë, për flasë për gratë në sektorin privat, po gjithsesi edhe në sektorin publik. Për shkak se mënyrën se si është i ndalë, domethënë ato 12 muaj e mbështetjes nuk janë të rregulluar si duhet, për shkak se për shembull pjesa kur paguhet me mesataren e buxhetit Kosovës, pra, pagës mesatare, faktikisht gratë cilat kanë tyra të mira, ato nuk i favorizën, pra, me qëndru gjatë në shpe, si lehona, prandaj shumë prej rasteve kthehen shumë shpejt në punë, dhe natyrisht që nëse gratë nuk stimulohen mjaftueshëm, ato gjithsesi që do të kenë shumë problem nëse me planifikuar edhe lindje tjera. Përveç kësajna, do duhet me qenë edhe pushimi leonisë më lidh edhe për baballarët, për faktin se shumë vende të cilët e kanë për dytë. Pra një fazë merr nana, pastaj merr baba, për faktin se nuk dëmtohet gruaja në karrierë. Ta zonë nëse gruaja rrin 6 muaj, të parë 6 muaj të dytë mund të shfrytëzoj burri, gruaja kthehet në punë dhe burri kthehet. Prandaj duhet mi ndërlidh këto politika. Por a është Kosova e gatshme për një pushim? Kosova a janë bizneset? Unë besoj që puna e sektorit privat që e përmend më lidh te pjesa e parë e pyetjes, ka pra kështu të themi raportime që në momentin kur punëdhënës ndryshëm sektorin privat, në moment kur marrin vesh që janë 7 zona gratë, ose i paralajmërojnë fillimisht kur jeni 7 zona duhet me liru vetë vendin e punës, ndoshta në këtë fazë të themi ka gjatë vështirë, sidomos që po përballen biznesin në Kosovë, ne kemi informacione se shumë biznese po dalin qoftë për shkak të energjisë, trajtimit, gjëra të tjera, po investimet po i orientojnë drejt Maqedonisë së Shqipërisë. Po s'pakun këtë fazë, ndoshta këtë pjesën e punëdhënësit që e ka për barën me pagut pushimit leonisë, duhet shteti me participu për me stimulu edhe bizneset private, pra edhe me pranu ma shumë gratë që janë fazë fertilitetit, dhe tjetën ku ato që janë ekzistuse, mes me ngurru bizneset që mes me marrë një gru nështë që mund tjetë shumë në sukses për shkak të që ose mund tjetë shtazon, ose në fazë fertilitetit, mes me marrë në vend punës, sepse detyrohet me marrë qatë barën, themi, kushtimisht të
të pagesë. Prandaj shteti duhet me marrë, ma mirë do të ishte kjo, se sa të mbështesen stimulohen vetëm gratë cilat janë lehona që s'punojnë. Pra që se si duhet, ato me mbështet, po ato duhet me stimulu me punu, dhe jo me najnë shpi. Po flasën nëse janë tafta, kanë aftësi fizike, për shkak të planifikimit familjar, për kanë mundësi me dalë, gjona tjera do duhet me stimulu, me dalë me punu, dhe jo me najnë shpi. Sepse nuk mundësh me pretendu me rrit, ose me mirë mbajt gjendën aktuale të nataliteti, sepse ka me pas rame, na dim, sepse Kosova se të ka në 1.8 ka shkallën totale të fertilitet, pra ma pak si 1.8 lindje për gra është mesatare në Kosovë. Nuk është shqetësuese nëse është në trend evropian, po shqetësuese është për popullsinë tonë, që është shkalla shumë e lartë e migrimit, rreth 40.000 vetë migrojnë, prandaj është kaq shqetësuese nëse është në parametrat demografik në themi 10 vjet e tutje, sepse zakonisht migron pra mosha punës, aktive punës, dhe Kosova gradualisht po shkon drejt plakës, për shkak se edhe pse tash është rreth 11%, 65 plus, po për një dekadë kjo mund të shkon të afrohet sa kanë vende tjera, pra rreth 20%. Pra nuk do të jetë më Kosova një vend i ri me këtë trend. Kosova ende është më e reja, po për një ndoshta edhe një gjysmë dekade sigurisht që do të shkojmë me disa prej vendeve cilat veç nuk konsiderohen më vende që kanë moshën e ri. Pra po plakët? Po Kosova aty shku drejt plakës, për shkak migrimit lartë, po dhe ramjes shkallës totalit fertilitetit, plus jetë gjatësia është e barabartë me vende tjera që kanë spakut rajonit tonë, që është 76, që është po ashtu s'po them shumë e nalë, po megjithatë është mesatare me vende tjera, po migrimi është shumë i naltë. Ju e përmendët çështjen e grave që nuk punojnë, që atyre duhet bërë një vend pune, pra të stimulohen jo vetëm me 6 muaj shtesa, por me punësim. Një çështje tjetër që është diskutuar është edukimi i hershëm. Pra ne nuk kemi shumë kopshte publike, nëse një grua punon në një kompani që nuk paguhet shumë, nëse ka 2 fëmijë do t'i kushtoj krejt paga në një kopsht privat, sepse çmimet dallojnë shumë. A duhet shteti t'i ketë parasysh edhe këto politikat në arsim, sidomos te edukimi në mënyrë që një grua të ketë mundësinë të kthehet në tregun e punës dhe jo pastaj kur i bën llogaritje të shkojë në punë dhe të fitojë atë sa të paguajë kopshtin, natyrisht që do të qëndrojë vetë në shtëpi. Po, sepse problemi është tash nuk është veç që shumë raste pra çiftet pra jetojnë vetëm dhe nuk kanë anëtar tjerë të familjes, sikur ta them para luftës që ka mujt më kujdes dikush tjetër. Nuk është veç kujdesi. Kopshtet publike që të janë edhe edukative, për shkak se ka nevojë socializimi, ka nevojë qysh herët me fillu pra me marrë hapat edukativ përmes me qëndru, sepse sot shumica në rast familjet jetojnë vetëm, atë izolume për shkak të prindërve që punojnë dhe s'kan kontakte me fëmijë tjerë, prandaj qerdhet pra institucione tjera që janë që unë po i përmend i publike, do të thotë që edhe private duhet me stimulu me pas më shumë kush ka mundësi me i pagu, pse mes me quhen private, po do të sa më shumë me pas publike. Për punë që asë kjo mës me qenë bartë, themi, në pagë të gradë, po dhe të burrat që punojnë që nëse lindim fëmijë, a do të kemi mundësi me pas kapacitet për me shty muj, nëse i qojmë edhe, nëse duhet me pagu edhe për këto, pra kujdesin edhe edukativ në për institucionet parashkollore në Kosovë, që janë shumë pak, realisht janë shumë pak. Sidomos në qendrat e mëdha urbane, pra vrejet që ka shumë pak institucionet tilla. Ju po i përmendni vazhdimisht ndryshimet në familjet kosovare, pra dikur ishin më shumë, jetonin më shumë bashkë, sot dikur një familje kishte 4-5 fëmijë, sot ka 1, 2, ndodh 3, ndodh rrallë 4 ose 5, pra pse ndryshuan familjet kosovare? Kriza ekonomike, vedisimi më i madh, punësimi i grave, çfarë bëri që në Kosovë të ketë më pak lindje? Këto që ka fillu Kosova, sidomos fillim dekadës dytë pas çlirimit, është një trend cili ka qenë vitet 70 shumicën e vendeve në Jugosllavi. Pra, mas luftës dytë botërore, sidomos vitet 70 kanë qenë ato që kanë fillu trendin e madh të transformimit në familje. Kosova ka tranzicionin demografik e ka fillu më vonë për shkak varfërisë së madhe ekonomike, represionit politik brenda e Federatës Jugosllave. Pra dhe njerëz kanë jetuar në bashkësitë më të familjare dhe për shkak të aspektit të sigurisë të mirëqenies. Pra nuk kanë qenë pse shqiptarët kanë dashur me jetu veç ashtu, mirë po nëse bujqësia dhe pikturia kanë qenë shumicën, mos të harrojmë deri me ramin me shkatrimin e Jugosllavisë, veç 28% qytetarëve të Kosovës kanë
pas benefite për sistemi sigurimeve sociale në Jugosllavi, që i bjen pjesa tjetër, 72%, nuk kanë qenë përfitus. Dhe shumica kanë jetu qoftë bujqësi e vlekturit dhe me migrim. Prandaj janë detyruar me jetu në bashkësi të ndar, sepse nëse kur ishin dash me përpjestu tokën më shumë, siç është përpjestu dhe vazhdon edhe sot, dhe ishin paksu kapacitetet për me gjeneru më shumë tyra për familje të caktuar. Prandaj keni jetu në bashkësi të ndar. Ndryshimi që ka sjell lufta, mundësit për me punu, edhe burrat edhe gratë, pra e karriera, i ka bërë që njerëz shkollimi, migrimi, gjithë janë faktorë cilët kanë ndikuar që nuk është më mirëqenia familjes nuk varet më nga numri i anëtarëve cilët i ka. Po puna që e bojnë, tyrat që gjenerojnë nga puna që e bojnë. Pra nuk ka nevojë me punu 5 burra, 10 burra, 1 gru, 2 për me gjeneru shumë tyra. Nashta tani njeri sot mund gjeneroj ma shumë se sot 3-4 veta ose 8 veta që dikur kanë mujtë me punu bashkë. Prandaj, këto janë disa prej faktorëve që kanë bërë që me pas ndryshimet kaq shpejta. Pra na kemi mri një trend që nuk i kemi mri gradualisht, për ne shumë shpejt e kemi mri për 2 dekada të themi, me që jem tash në dekadën e 3 mas luftës, pra pi dekadës 2 ka fillu mas shumë ti, pra. Bile edhe 2009-2010 vreta i transformimi që ka ardhur në ramjen e mesatares lindjeve për gra, pra, që bjen të 2 fëmijë që ofrohet gati. Sot e kemi ma pak se 2 fëmijë. Pra janë zhvillime normale realisht, po të ne janë ma tronditse për shkak se kanë ndodhur shpejt. Kosova është e paprgatitur për këto situata, sidomos se kujdesin ndaj më shumëve. Është një përshqetësim e qëntarmen ka me qenë. Unë jam t'ju marrë me një projekt, tash kujdesin ndaj më shumëve. Po është aktualisht, është një është tronditse sepse brezi cili sot nuk ka kujdes mjaftueshëm e ka presupozu që kur rrinë moshën e plesnisë ka me qenë dikush që i komu kujdes, ata kanë me të vetëm. Qoftë migrimin të brendshëm që punojnë dikush janë zhvendosur në qytete për shkak karrierës, qoftë migrimit të jashtëm. Pra janë trende shumë që Kosova, shoqënia jonë, shteti, politikat publike nuk kanë bërë mjaftueshëm për me ofru mekanizmat kujdesin për ta. Pra përshtojnë tronditje. Pra po thoni që të moshuarit tashmë dhe ata që do të moshohen në të ardhmen, nuk kanë, le të themi, nuk ka mjaftueshëm shtëpi për të moshuar, që të kujdesen për ta. Sa është vetë shtëpia për të moshuar. Pra vendet tjera e kanë pasur që megjithatë nuk ka zgjidhje më mirë shtëpit për të moshuar, ofrimi kujdesin në shtëpi. Ta zonë, jo kujdesit veç infermieror, por të higjienës, mirëmbajtjes. Pra jo veç të infermierisë, mi dhanë infuzione, ineksione, po larje, përgatitje të ushqimit, pra mi ofru, ata kur kanë mundësi, kanë shtëpi, kanë kushte, kanë të vetën, pse do duhet me shku nëse mund me qëndru në shtëpi, plegjëve të qëndrojnë banimin e vetë kur kanë. Prandaj shteti do të me kriju, po edhe institucionet private, do të me stimulu institucionet private, ka Universiteti i Prishtinës e ka departamentin punës sociale, pra ata nxjerrin ekspert të ofrimit kujdesit. Po veç duhet me kriju mekanizme dhe me stimulu. Dhe çfarë thotë ky studimi që po e bëni? Realisht është ka sfidë, edhe pse deri nashta para 10 vite ka qenë turp me ilan të më shumë vetëm, sot nuk konsiderohet turp. Turp konsiderohet nëse si ki zgjatë zgjidhje, me ofru një shërbim atyre që qoftë me qunë shtëpi kujdesit, ka shumë pak shtëpi kujdesit. E ka Prishtina, e ka kjo e Gjakova, e ka kjo që është në Gjinos Suarejkës që është humanitar, po ka shumë pak. Pra nuk ka mjaftueshëm. Po edhe ajo që është e rëndësishme pra ofrimi i kujdesit në shtëpi. Pra këto janë disa prej tronditjeve që mund të quaj që shoqënia jonë shumë shpejt i ka përjetuar, prandaj është shumë zër më. Pra nuk është më një i moshuar barë vetëm për familjen e tij, por do të jetë barë për shtetin. Pra për familjen kanë qenë dikur. Sot edhe për familjen, po edhe për shtetin, sepse prapse në çfarë do rasti, pra nuk është që familja nuk don me ofru kujdes, po s'është aty. Pra nuk është që ka dështu familja që nuk don me ofru shërbim. Po njerëz nuk janë aty. Pra në mungesë të njerëzve në shtëpi, do duhet me gjetë mekanizma që do të me ofru shërbim në shtëpi. Sepse ata paguajnë, pra ka shtëpi që janë edhe private në Gjakova, është një private për shembull edhe aty njerëz paguajnë. Ata edhe nëse jetojnë jashtë, ju paguajnë çdo muaj, sa duhet me paguaj edhe aty kujdeset. Pra ata pare ka kushtimisht familjar, po s'është fizikisht me ofru. E kujdesi duhet fizik, prezent, nuk bëhet virtualisht. Prandaj duhet me pas hapësira, mekanizma, shteti ligjor, disa organizatave që mund me ofru, pra gjitha këto ka nevojën. Pra një diçka që shteti duhet ta mendoj për të ardhmen në politikat familjare. Pra jo vetëm për fëmijët edhe lindshmërinë, po tek e fundit kjo është çështje edhe morale. Pra ata janë njerëz, jo vetë janë njerëz familjar që mund të kenë, po janë njerëz që kanë nevojë me ofru deri në momentin sa janë gjallë.
Pra, kjo ka me qenë sfidë, përveç kjo lindshmërisë, është kjo sfida që besoj që ka me qenë, ndoshta për një kohë shumë gjatë, në ndoshta dikur normalizohet, në duket si normale. Mi po, që këtë dekada, sidomos gjysma e dekadës dytë, tash ku jemi në gjysmën e tretës, ka gja shpejt kanë ndodhur këto, dhe shumë shpejt. Sidomos mas vit 2016, kur ka fillu me lehtësimin e vizave të punës në Gjermani e vende tjerë, ka fillu ende një trend i madh i migrimit, dhe është shumë problematike kjo situatë. Dhe ne nuk kemi të përgatitën për këtë situatë, që se ka as Shqipnia, as Serbia se ka mjaftuar, as Maqedonia, pra krejt gati, ka mirë, po megjithatë Shqipnia ka fillu pak më herët, Serbia ka krijuar mekanizma privat që ofrojnë në zona tjerë, po shumë vështirë. Te na është se ushtrujt derivan edhe duket ka çak tronditse kjo, sepse pletë që janë sot, mbi 65 e tutë që ka nevojë për kujdes, ta mësu që janë kujdes për ata që kanë pas barrën e vet kur kanë pas. Po tatë për tash se kanë, pra. Po, në fakt e thonë ata që unë kam bërë fëmijë që dikush kujdeset për mua. Vlen kjo nuk do të lejmë. Sigur, po e qërë tash na nuk s'ka na i matje sa të më shumë në Kosovë janë që jetojnë vetë. Mi po, trendi, sepse ne jemi gjithë kohën me projekte ndryshme lënduese, ne vrejmë qytetin, po në shatrën është mashqicus, ka lagjet tëra që mund të shkojë veç 5-6 ples, 7 nuk është kërkush gati atë. Me gjithë ato qyteti ka më afër shërbimin ambulantor e gjona tjera, mundet edhe janë njerëz më shumë, ka më shumë. Zonat që janë më larg në përfshatra, që shtëpitë janë mund të jenë edhe larg ashtu njëri tjetër. Aty është problemi më i madh. Aty çka ka menduar tardhën. Çka ka më bëu me ata njerëz. Pranaj ka nevojë me kriju edhe organizata ndryshme, me stimulu edhe publike, po edhe private, për me ofru mekanizma të kujdesit. Pra nuk ka vish nataliteti, Kosova ka edhe krejt janë rezultate e migrimit. Shumica e këtyre janë rezultate e migrimit, realisht, sepse shifrat e migrimit janë alarmante. Interesante. Po e lexoj tashmë e kam këtë raportin, thot më pak lindje në prill 2026 se sa në mars 2026, shifra është dikun 2.3% krahasuar me muajin mars, pra ka në prill që i bie janë regjistruar 1183 lindje të djemve dhe 1078 lindje të vajzave. Në muajin prill 2026 kemi rënje të numrit të lindjeve dhe rreth 2.3% krahasuar me muajin mars 2026. Ndërsa sa i përket vdekjeve, që ishte interesant, gjatë muajit prill janë regjistruar gjithsej 916 raste të vdekjeve brenda dhe jashtë Kosovës dhe nga gjithsej vdekjet të regjistruara 515 burra dhe 421 gra. Krahasuar me muajin mars, në muajin prill janë regjistruar 1.7 raste të vdekjeve të ndodhura më pak. Pra, mirë që edhe vdekje ka më pak? Me gjitha to, nëse i shojmë për vitën, së në thash pikesht të të mi marë për vitën, sepse mund të ketë rasisht me qëllu 2-3 muj me pas ma pak, 2-3 muj tjerë me pas ma tjep. Nëse i shojmë prej 2021 deri me 2025, është 30.000, 31.000, 31.000, 31.000, 32.000, po thuaj se është i nqashëm. Po kur e shet që prej këtyre, për afërsisht janë 1/3, ashtu so ke mërgat, edhe lindjetën prej tash kjo jashtë Kosovës, nën kupton që kanë mujtë me lidhë, dhe Malzi, Macedonia, Shqipni. Po diku mbi 30% janë lindje jashtë Kosovës. Gjitha qëto vitë. Për shembull, nëse në vitin 2025 kanë qenë 32.955, jashtë Kosovës kanë qenë 10.910 lindje. Po që s'është njëjtë me vdekjet, sepse me vdekjet as 15% janë jashtë. Sepse migrantët shkojnë moshës... Pra këta janë krejt fëmijë që kanë lindur në diasporë? Jo, s'do me thanë në diasporë. Kanë mujtë edhe në Malzi, ta zonë, ose në Macedoninë, në spital, ose në po që është e pavrejtshme, kryesisht janë diasporës. Po të vdekjet s'është njëjtë, sepse të vdekjes, ata kur përmërin moshën e punës, janë këthy në Kosovë, pra migrantët cilët kanë shku. Pra janë shifrat në për vite nuk është që kanë ndryshuar shumë. Që i bjenë që edhe këto shtesat që i përmenëm, për vitit 2021, sepse 2020 janë 27.000, pra që ato për marë 2021, që është kryesisht 30.000, 31, 31, 31, 32 vite në kalu, 32.000. Pra për mu është pak zarë, sepse mund të ketë edhe rasisht me qëllu ndonjë muaj. Po edhe 1.000 fëmijë më shumë në një vetë, a mund të shojmë si stimulemi shtesave? Po të ashtë të ashtë për këtënve, 10.230 ka qenë vitin 2024, për bjenë që diku 700 janë ma shumë edhe jashtë që kanë letë. Që është rritë dhe numri migrantëve, dhe migrantët zakonisht janë fazën e produktive edhe
pra të punës, po edhe reproduktive të lindjeve. Prandaj, numri është shumë i madh atje, i lindjeve. Ka është mbi 30% vazhdimisht. Lindje që janë jashtë Kosovës, që është kogja e naltë, nëse e sheh. Po këta regjistrohen në Kosovë. Po nuk ka diferencë të madhe, nëse e shohim, nuk ka. A diferenca është vrejt, kur thamë dekadën... Por kjo do të vrejt kur këta fëmijët shkojnë në klasë të parë, sepse do t'jenë 10.000 më pak. Krisht. Esenca është këtu. Vrejt sa fillojnë të zonë mas 6 vite, nëse kanë lind 2024, 30-ën, sa vjeta kanë më regjistru, a janë prej këtyre 31.000-ve, a kanë me shku krejnë klasë të parë, a mund t'jenë vis 20.000, se 10.000 mund t'jenë që jetojnë jashtë Kosovës. Pra, gjitha këto janë shifra cilët nuk vrejt se ka trend, edhe pse është ma keqja se s'ka trend, ndryshimit, sepse edhe shifrat e emigrimi janë njëjtë, pra, ka në shkallë naltë. Dhe ky vazhdim i rritjes numrit vdekjeve, që 2025 kanë 12.019 vdekje, mbi 40.000 migrim, ves 32.000 lindje, që i bjen tjetë diku minus 8.000, prafërsisht shtimi natyror, por nuk jem plus më që shkemi qenë deri para 10 vite fesmejt, po kryesisht jem tash në minus. Faleminderit shumë. Interesant, urojmë që këto politika të ndikojnë? Pësojmë. Edhe të inkorporohen edhe ato që ju i tha dhe natyrisht ekspertët si ju të dëgjohen dhe të merren parasysh ku shteti bën politika. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, faleminderit. E kështu pra biseduam për Kosovën se si po plakët, pse nuk po lindin shumë fëmijë dhe natyrisht për fëmijët që kuptuam që një pjesë e tyre, një 30% po lind në diasporë dhe që potencialisht nuk do t'jenë nxënës në shkollat e Kosovës.